Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Hamim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Ne I kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E megjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaj ju, a I shihni ata që I adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vallë kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve. Më sillni një libër të shpallur para këtij, Kur'ani, ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më I humbur se ai I cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e Kiametit. Madje ata janë krejt të pavetdijshëm për lutjet që u bëhen. Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën që u vjen. Kjo është magji e qartë. Ose thonë ai, Muhamedi, e ka trilluar vetë atë Kur'anin. Thuaj ju, por nëse unë e trilloj atë, ju nuk do të mund të më mbroni nga dënimi I Allahut. Ai di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për këtë Kur'anin. Mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirëplot. Thuaj ju, unë nuk jam I pari I dërguar dhe nuk e di se çfarë do të ndodh me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe jam vetëm paralajmërues I hapur. Thuaj ju, më tregoni se çdo të bëhet me ju nëse Kur'ani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni. Ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelartë. Me të vërtetë, Allahu nuk I udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e padrejtë. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kur'ani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. Dhe kur nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë, ky është një trillim I lashtë. Para Kur'anit është shpallur libri I Musait, një udhërofyes dhe mëshirë për ata hebrejnë që I besuan. Ky libër, Kur'ani, e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u dhënë si harriq punëmirëve. Padyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për të friksuar e as për të dëshpëruar kur të vijë vdekja. Ata do të jenë banor të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si shpërblim për atë që kanë punuar. Njeriu e kemi porositur të jetë I sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me vështërsi dhe me mundime e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjij për 30 muaj. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë, e I mbush 40 vjet. Ai thot: O Zoti im, më frymëzo që të faleminderoj për begati që më ke dhënë, mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh I kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ty kthehem I penduar dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilëve do t'ua pranojnë veprat e tyre më të mira, e nuk do t'ua vëmë re veprat e këqija. Ata do të jenë banor të xhenetit. Ky është premtimi I vërtet që u është dhënë. Mirë po ndonjëri u thot prindërve të vet: Uf ju, apo më premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni. Kur ata I drejtohen Allahut për ndihmë, duke I thënë djalit: Mirë për ty, beso sepse premtimi I Allahut është I vërtet. Ai përgjigjet: Këto janë vetëm përrallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të posojnë fatin e kombeve të mëparshëm prej gjindve dhe njerëzve.
ndaj të cilëve u përmbush fjala e dënimit, vërtet ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuar, sipas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Ditën kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarit, do t'u thuhet: ju keni shfrytzuar gjitha të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot do të ndërshkoheni me dënim poshtrues, sepse keni qenë arrogant në tokë pa kurfar të drejtë dhe nuk jeni bindur Allahut. Kujtoje vllain e fisit Ad, Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para tij, edhe pas tij, kur u tha: adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi ditës së madhe. Ata u përgjigjen: vallë, a ke ardhur të na largosh prej hynive tona? Na sill atë dënim që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha: vetëm Allahu e di se kur do të vi dënimi. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por unë po e shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Kur pa një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë: kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigj ai. Kjo është ajo që ju kërkoni të vinte shpejt, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm, i cili shkatron çdo gjë me urdhrin e Allahut. E në mëngjes u pan vetëm shtëpitë e tyre të zbrasta. Ja, kështu e ndërshkojmë ne popullin keqbërës. Ne i kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Por as dëgjimi, as shikimi e as zemra e tyre nuk u sollën kurfar dobije, sepse i mohuan shpalljet e Allahut. Ata i goditi ajo me të cilën talleshin. Edhe më parë ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Përse nuk u erdhën në ndihmë atyre idhujt që i adhuronin si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai? Vërtet idhujt i lan ata në balt. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre, idhujtarve. Kur ne dërguam te ty një grup gjindësh për të dëgjuar Kuranin, ata kur erdhën, i thanë njëri tjetrit: heshni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata thanë: o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para tij. Udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Ai do t'ju afal gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i shpëtojnë atij në tokë, dhe askush nuk do t'i mbrojë nga dënimi i tij. Ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm që t'i ringjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: vallë, a nuk është kjo e vërtetë? Ata do të thonë: po, për Zotin ton. Ai do t'u thotë: atëherë shihoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, o Muhammed, ashtu siç kanë duruar me këmbgulje të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë. E kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur? Allahu do t'u ashvlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij.
ndërsa atyre që besojnë, kryejnë vepra të mira dhe besojnë në atë që i është shpallur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre. Ai do t'u afshi gjunahet dhe do t'u përmirësoj gjendjen. Kjo sepse ata që mohojnë ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu a sjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, goditni në qafë, derisa t'i raskapitni e t'i shkatroni ata, dhe pastaj lidhini fort, mandej, ose lironi me zemërgjërsi, ose me shpërblim, derisa të bëhet armpushimi. Kështu bëni. Sikur të donte Allahu, do të shkatronte ata. Por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njëri tjetrin. Ai nuk u humb veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'u përmirësoj gjendjen dhe do t'i shpjerë në xhenet të cilin ua ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatrohen. Ai do t'u humb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu, andaj ai ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë para tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht. E kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Padyshim ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i shpjerë në xhenet, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Ndërsa ata që nuk besojnë dhe kënaqen, e han ashtu siç gëlltisin bagëtia, do të kenë zjarrin si vendbanim. E sa shumë qytete të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti yt që të ka përzënë, ne i kemi shkatruar dhe nuk kanë pasur asnjë ndihmës. Vallë, a është ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit, i njëjtë me atë të cilit i duken të bukura punët e veta të shëmtuara dhe që ndjek dëshirat e kota. Ja përshkrimi i xhenetit që u premtohet besimtarve të devotshëm. Një vend ku ka lumenj me ujë vazhdimisht të pastër, lumej qumshti që nuk prishet, lumej vere me shije të këndshme për ata që e pinë, dhe lumej prej mjaltit të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhenemin, ku gjunaqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u acopton zorët? Midis atyre, hipokritëve, ka ata atill që bëjnë sikur të dëgjojnë ty. Por posa largohen prej teje, pyesin me tallje ata të cilëve u është dhënë dituria. Ç'tha ai më parë? Këta janë ata të cilëve Allahu ua ka vullosur zemrat dhe të cilët ndjekin dëshirat e veta të kota. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetëpërmbajtje. A mos vallë mohuesit presin vetëm që t'u vi befas ora e kiametit, ndërkohë që shenjat e saj kanë ardhur? Po për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat kur t'ju ketë ardhur kiameti? Dije se nuk ka Zot tjetër të denjë për adhurim, përveç Allahut. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni. Besimtarët thonë, sikur të ishte shpallur një sure. Por kur shpallet një sure e qartë dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemra të sëmura, se si të vështrojnë ty me shikim si të agonisë së vdekjes. Ndërkohë më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje, kur çështja e luftës është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqert ndaj Allahut. Nëse ju, o hipokrit, i ktheni shpinën besimit,
atëherë do të bënit ngatresa në tokë dhe do t'i shkatronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe u ka verbuar shikimin. Vallë, a nuk e përsjatin ata Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyçura? Vërtet ata që kthehen në mosbesim, pasi u është treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të kota. Kjo për shkak se hipokritët u thoshin atyre hebrejve të Medinës, që nuk e donin atë që ka shpallur Allahu. Ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra, por Allahu i di mirë fshecit e tyre. E çfarë do të bëjnë ata, hipokritët, kur engjëjt tua marrin shpirtin, duke i rahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Ky dënim do të ndodhë, sepse ata pasuan atë që shkaktonte zemrimin e Allahut dhe u ryen atë që i pëlqente atij. Kështu që ai do t'u zhvlerësoj veprat. Vallë, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre, sa Allahu nuk do t'u nxirrte në shesh urrëtien? Sikur të donim ne, do t'i tregonim ty ata, dhe ti me siguri do t'i njihje sipas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata sipas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provë ju, derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejtë dhe durojnë, e derisa të provojmë atë që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtetë, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin, pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejtë. Nuk do t'i sjellin Allahut kurfar dëmi. Ai do t'u zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i çoni dëm veprat tuaja. Padyshim ata që nuk besojnë, pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin si jo besimtar. Allahu kurse si nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni anë pushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju. Ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër veç se lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj prej jush pasurinë tuaj, sikur të kërkonte prej jush tërë pasurinë me këmbgulje. Ju do të bëheshit koprac dhe ai do të nxirrte në shesh urrëtien tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë koprac. Kush tregohet koprac, ta di se i bën dëm vetes, sepse Allahu është i pasur, s'ka nevojë për asgjë, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ju i aktheni shpinën dhe i largoheni atij, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, i cili nuk do ta ndjek shembullin tuaj. Ne të dham ty, Muhammed, një fitore të dukshme, me qëllim që Allahu të t'i falë gabimet e mëparshme e të ardhshme, të plotësoj mirësinë e tij ndaj teje e të udhëzoj në rrugën e drejtë, dhe që Allahu të jap një ndihmë të fuqishme. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, për t'u forcuar bindjen krahas besimit që patën. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai e bëri këtë për t'i çuar besimtarët dhe besimtaret në kopshte kur idhin lumenj, e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që t'u afal gjunahet atyre. Kjo në sytë e Allahut është një fitore madhështore. Gjithashtu, ai e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët e idhujtaret, që mendojnë keq për Allahun. Radha e fatkeqësisë le t'i godas ata. Allahu është zemruar me ta, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhenemin. Sa vend i keq që është ai. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë.
Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty, Muhammed, dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralimrues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, që ta ndihmoni e ta nderoni atë, Muhammedin, dhe që ta lavdëroni atë, Allahun, me namaz, në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që të janë betuar për besnikri, në të vërtet, i janë betuar për besnikria Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin e prish në dëm të vetes. Por nëse e mban besën ndaj Allahut, do të marrë prej tij një shpërblim të madh. Arabët e shkretëtirës, të cilët mbeten pas jush, do të thonë: ne ishim të zënë me bagetit dhe familjet tona, prandaj lutju Allahut që të na falë. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thua ju, kush mund ta pengojë Allahun ndaj jush, nëse ai kërkon t'ju godas ose sinon t'ju bëjë ndonjë të mirë? Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju menduat se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kurrë te familjet e tyre, dhe zemrat tuaja ishin të kënaqura me këtë trillim. Ju ushqyet mendime shumë të këqija dhe kështu u bët popull i pavlefshëm, i nisur drejt shkatrimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakërues. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj, e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Ata që mbeten pas jush, do t'ju thonë kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës: na lejoni edhe neve që të vim pas jush. Ata do të donin t'i ndryshonin fjalët e Allahut. Thua ju kurse si nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu qysh më parë. E ata do të thonë: nuk është ashtu, por ju na keni zili. Sa pak që kuptojnë. Thua ju atyre arabëve të shkretirës që mbeten pas jush: ju do të thirreni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak, nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'u jap shpërblim të mirë. Por nëse shmangeni ashtu siç keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndërshkojë me dënim të dhëmshëm. Nuk është gjuna për të verbërin, as për të çalin, as të sëmurin, që të mos marrë pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të shkojë në xhenete në për të cilat rrjedhin lumej. Kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhëmshëm. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur të betuan për besnikrinë në hijen e pemës. Ai e dinte se çfarë kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një ngadhnim të afërt, e me fitimin e një plaçke të madhe. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ju premtoi plaçkë të pasur, të cilën do ta fitoni, dhe e shpejtoi këtë për ju. Ai i largoi duart e njerëzve prej jush, me qëllim që fitoria juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtetë, dhe që t'ju udhëzonte në rrugën e drejtë. Allahu di edhe për të tjera fitore e plaçka lufte, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse mohuesit nisen në luftë kundër jush, me siguri që do të sëmbrapsen dhe pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës e as ndihmës. I tillë ka qenë ligji i Allahut edhe më parë. E ti kur nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. Është ai që i ka penguar duart e tyre ndaj jush, dhe duart tuaja ndaj tyre brenda në Mekë, pasi u dha fitore mbi ta. Allahu i shet të gjitha çfarë bëni ju. Ju besimtarët ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrijnë në vend. Po të mos ishin disa besimtar e besimtare në Mekë, që ju nuk i njihinit e që mund t'i merrnit në përkëmb duke bërë gjuna kundrejt tyre, pa e ditur. Allahu do t'ju kishte urdhëruar t'i luftonit ata. Sikur besimtarët të ishin të veçuar, ne do t'i ndëshkoni me dënim të dhëmshëm ata,
banor të Mekës që nuk besuan. Dhe kur në zemrat e mohuesve u shfaq zelltaria pagane, Allahu zbriti qetësinë e tij në zemrën e të dërguarit të tij dhe të besimtarve, e i bëri ata të mbështeten fort në fjalën e përkushtimit ndaj Allahut. Ata kishin më të drejtë e qenë më të denjë për të. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vegimin e të dërguarit të tij, i cili kishte thënë: me siguri ju do të hyni në xhaminë e shenjtë, dashtë Allahu, të sigurt, kokëruar dhe flok shkurtuar, pa kur farfrike. Ai e dinte atë që nuk e dinit ju, dhe veç kësaj, ju dhuroi një fitore të afërt. Është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhëzimin dhe fenë e vërtet, për ta ngritur atë mbi të gjitha fetë. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jo besimtarve, e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në seçde, duke kërkuar mirësitë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e seçdes. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat. Ndërsa në Ungjil, shembulli i tyre përshkruhet si një fare mbiell që lëshon filiza e forcohet, e pastaj rritet e fortë me kërcjellin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruhen ata me qëllim që nëpërmjet tyre ai t'i zemërojë mohuesit, për ata midis tyre që besojnë dhe kryejnë vepra të mira. Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh. O ju që keni besuar, mos nxitoni para urdhrit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kini frikë Allahun. Vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e kuptuar fare. Vërtet ata që ulin zërin në pranitë të dërguarit të Allahut, janë njerëzit zemrat e të cilëve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Vërtet ata që të thrasin ty o Muhammed me zë të lartë nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk kuptojnë. E si kur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë në është i vërtetë, për të mos i bërë dëm dokujt pa dashje e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari i Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që a ka bërë të urryer mosbesimin, shturjen dhe mosbindjen. Pikërisht, ata janë të udhëzuarit drejt, me mirësinë dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojini ata. Por nëse njëra palë sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhrat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojini ata midis tyre, me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre, dhe kjeni frikë Allahun në mënyrë që të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gra të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa i shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen
janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, largoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Vallë, a dëshiron do kush prej jush të haj mishin e vllajt të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frikë pra Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju për një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise, për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm, dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretëtirës deklarojnë: ne besojmë. Thua ju nuk keni besuar. Por më mirë thoni, ne për ulemi, pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemrat tuaja. E nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të tij, nuk do t'ju paksohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë. Thua ju, vallë, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thua ju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim, nëse ajo që thoni është e vërtetë. Allahu i di fshehtësitë e qiejve dhe të tokës. Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju. Kaf. Betohem në Kur'anin e lavdishëm. Po, ata çuditën që nga gjiri i tyre u ka ardhur një paralajmërues, kështu që mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të ringjallemi sërish. Ai kthim është i largët. Ne e dim se prej tyre i merr toka. Tek ne është libri i ruajtur. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, kështu që ata janë në gjendje të turbulluar. A nuk e shohin ata qiellin që qëndron sipër tyre? Si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur far plasaritje në të. Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar male të palëvizshme. Dhe kemi bërë që nga ajo të mbi çdo lloj bime e bukur, si mjet ndriçimi të mendjes dhe përkujtesës, për çdo rob që i drejtohet Zotit të vet. Ne lëshojmë nga qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithëra që korren dhe palma hurme të larta, me tufa frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robërit tanë. Në këtë mënyrë, ne me shije ringjallim tokën e vdekur. E kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre ka mohuar populli i Nuhut, banorët e Resit dhe fisi Themud. Edhe fisi Ad, faraoni dhe vëllezërit e Lutit, edhe banorët e Eikës, edhe populli i Tubas. Të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Prandaj kundër tyre u përmbush dënimi im. Vallë, a mos u lodhëm në gjatë krijimit të parë? Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm. Ne e kemi krijuar njeriun dhe ne e dim ç'i përshpërit atij shpirti i vet. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet. Dy engjëj i rinë atij nga e djathta dhe e majta, dhe për çdo fjalë që ai thot, ka pranë vetes një mbikëqyrës, të gatshëm për ta shënuar atë. Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër. Ja, kjo është ajo së cilës përpiqeshi t'i largoheshe, dhe do të fryhet në surr. Kjo është dita e kërcënimit. Çdo shpirt do të vijë shoqëruar me një engjëll grahës dhe një engjëll dëshmitar.
Mohuesit do t'i thuhet: ti ke qeni pavëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është impret. E shoqëruesi i tij Angel do të thotë: këtu është shënimi i veprave të tij që kam gati. Do t'u thuhet: hidhni në zjarr çdo njeri jo besimtar kryeneq, pengues të mirave, shkeles dhe dyshues në fe. Çdo njeri që ka besuar në Zot tjetër përveç Allahut. Kështu pra, flakeni atë në dënimin më të rëndë. E shoku i tij djallë do të thotë: o Zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbje të madhe. Atyre Allahu do të thotë: mos u grindni para meje, unë ju kam paralemruar me kohë. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robrit e mi. Atë ditë ne do ta pyesim xhenemin: a u mbushe? Ai do të përgjigjet: a ka edhe më? Dhe jo larg prej aty, xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm, që do t'u thuhet: kjo është premtuar për ju, për çdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, e që e ka pasur frikë të gjithëmëshirshmin edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. Hyn në xhenet me paqe e siguri. Kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. E sa breza shumë më të fuqishëm ne i kemi shkatruar para tyre. Ata brodhen nëpër tokë, po a mund të gjeni strehim? Vërtet këtu ka këshill për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Ne i kemi krijuar qiejt, tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndier lodhje as pak. Andaj duroje atë që thon ata, madhëroje Zotin tënd e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Madhëroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit, dhe vëri veshin thirrësit, që thëret për një vendi të afërt. Ditën kur ata do ta dëgjojnë thirrjen e vërtetë, ajo do të jetë dita e daljes, ringjalljes. Jemi ne që japim jetën dhe vdekjen. Te ne do të kthehet çdo gjë. Atë ditë, toka do të hapet e do të dalin me nxitim. Por ne është e lehtë t'i mbledhim ata të gjithë. Ne e dim mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojnë. Prandaj këshillo me Kur'an çdo që ka frikë para lajmërimit tim.